Ditët largohen ndër vite dhe historia e ndodhur dikur ruan dimensionet e pasojave. I will still be here as long as you hold. Fokuson në një kamër ndodhit, por ato qëndrojnë me mece, pa improvizimet dhe fjalët shoqëruese të kujtesës së ngjarjes. Unë jam gjagja i Teutës. Teuta ka ndeni të unë të, në kohën që ishte pa u fiju. Pastaj vinte një djalë që binte qumshi në shtëpi. Ai u njoft me Teutën. Si ka emrin? Agim Gjoni. Ai shiste shishet me qumësh në përlagje, teksa më vonë kërkoi martesën me një të mitur. U pëlqyn me një i tjetrin, u fejuan. Kërkoj vetë Agim Gjoni që të marrë këtu të kem të afër se majna 2 muajve do martohem. I bike nga shtatori jetetoj, nuk e mbaj mend se tash ka 10 vjet kjo punë këtu. Një muaj jetuar midis xhaxhallarëve sekser dhe të fejuarit të mbledhëruar. Shumë gjëra mund të kenë ndodhur brenda atij tetor-nëntori 1998. Sigurisht, janë zhvilluar dialogje të ngelura pa thënë nga protagonistët, por të mos u ndirë në sytë të tjerëve fajtor të një ikje pa kthim. Nga fillimi në ndorit, u qua mëgjes, qohet nana mëgjes e tje dhe shikon ku është Teuta, sa shkoj ku në Teuta farë. Hajtë se mos ka dalë ku në të pari në përëbërë. Shikum edhe këte si ishte, shikum prapë, ne ishte ora 6 e mëgjesit. Dola kontrollova rrugët se gjeta kun. Erdha u ktheva në shtëpi, shikova që kishte lanë unë nazë, varse, gjitha shenjat me fjalë të fejesës që i kishte me rroba, me gjitha s'kishte prekas një gjë. Kishte ikë me rrobat që i kishte përpara. Hapat e saj miturake, frymarrja gati në ndalim, atë prek mëngjezi nëntori, nuk u ndjen kurrë dhe nuk u pan nga sytë e përgjumur të shtëpisë. Mendimi se teja saj porte u borri, e priste lumturia, e nxiti për të këputur sa më shpejt hallkën lidhse me ambientin ku kish jetuar. Erdhin